se jam afër fundit dhe të më dërgoj një copë të thjesht, në gjyrë hiri, për një shtunë. Dhe atë ndërësirën që nga bërë të lërë. Në një moment të veçantë për Kishën, në 800 vjetorin e kalimit në Amshim të Shën Franceskut, të rinjtë e anës së malit ngjiten në skenë shfaqjen teatrale Fara e jetës së amshuar, e cila i dedikohet jetës dhe momenteve të fundit të Shën Franceskut të Azizit. Famulitari i anës së malit tha se jeta e Shën Franceskut është një model dhe shembull jete për ne. Ai shtoi se të rinjtë janë bërë pjesë e kësaj shfaqjeje me një dëshirë të jashtëzakonshme. Të jemi në viti jubilar, 800 vite e vdekje e Franceskut. Edhe për ne Franceskanë është një hire madhe me kremtuar me jetu këtë kohë bashkë me besimtarë të famullisë. Dhe kështu na ka lindur ideja sepse mendojmë që arti na ndihmon për të ungjillëzuar dhe për të përcjellur mesazhin e Shën Franceskut. Ai që duke vdekur ka thirrur vdekja motër, edhe ka jetuar këtë kalim si një besimtar e brishtë sepse ishte nevojtje, por edhe si i shenjtë sepse me të vërtetë ka dorëzuar me besim dhe me lumturi, duke kërkuar edhe kengat, lavdërimet, duke qëndruar me fretërit, duke takuar miqt. Dhe kështu kemi menduar edhe ne me jetu, sepse edhe ne kemi na dëshirë me mësu nga Francesco, me jetu këtë moment delikat për secili prej nesh, po sidomos edhe kemi dëshirë që populli që ne shërbejmë ka me fitu edhe këtë mesazh të bukur. E kam pranuar me gëzim, patjetër me shumë vështirësi sepse tash po flasim për një temë mjaft delikate, sidomos edhe për të rinj, të vuajtje dhe vdekja. Por falenderojmë Zotin me shumë punë që kanë bërë edhe brenda, kanë arritë, kanë kuptuar dhe kështu jam i bindur që mund të përcjellin mesazhin në mënyrë të jashtëzakonshme. Edhe me të vërtetë qëllimi kryesor është që përpara ne duhet të jetojmë çfarë jemi duke prezantuar dhe pastaj edhe të tjerët. Për të rinj pjesëmarrës është një emocion i madh të ngjisin në skenë një shenjtë kaq të rëndësishëm për Kishën tonë universale. Gjë e re për mua, një eksperiencë e pa bëmë më përpara, pra një përvojë ndryshe, edhe realisht e kam pranuar me shumë kënaqësi. Kam pak emocione sepse nuk është një gjë e vogël me bërë rolin e një shenjti, në këtë rast Shën Franceskun, edhe me të shpjegu fundin e jetës tij, pra normal sepse është një emocion vedi, sepse përjeton një diçka ndryshe. Grimcat e fundit të jetës, si më thonë. Është edhe 800 vjetori Shën Francesku. Shën Francesku për ne është një shenjtë i rëndësishëm sepse ka pas vartë të Krishtit, të cilat janë shumë të rëndësishme për ne që e përjetojmë edhe emocionale edhe që na lidhen shumë me fenë. Ftesën e kam pranuar me qejf. Kisha besim tek Fretnit, sepse do të realizojmë diçka të bukur tek grupi. Jemi gati 3 muaj që punojmë, sepse kena vazhduar me prova të vashta, masanej janë bërë më pak më intensive dhe arritëm ditën e sotme që dhe japim shfaqjen. 20 të rinj morën pjesë në këtë shfaqje të përshpirshme për veprën dhe ditët e fundit të Shën Franceskut mbi tokë. Kjo shfaqje u ndoq nga qindra besimtarë të pranishëm.